Tani që ka filluar gjyqi popullor ndaj Belinda Ballukut, bazuar në materialet e rrjedhura nga SPAK, më bëri përshtypje egërësia me të cilën media pranë Berishës dhe vetë njerëz të PD-s shpërndanin një shkëmbim SMS-sh mes Ballukut dhe deputetit Arbia Galliu lidhur me një problem familjar që ai kishte me pronat e tij në Vlorë. Fakti që ai ishte drejtuar Ballukut për ndihmë u shpall si herezi e madhe dhe filluan të etiketojnë si një ish deputeti Lulit që pas këshitur shpirtin tek Balluku. Në fakt, po të marrësh të gjithë telefonat e deputetëve të opozitës dhe shkëmbimet e tyre të SMS-ve me ministrat të qeverisë, kjo e Galliut nuk do të mbahet mend fare. Por le ta lëmë mënjan këtë si një shembull hipotetik. Në vend kësaj, ne kemi deklaratën e djeshme të Berishës, i cili pranoi publikisht se vetë ai zyrtarisht ka bashkëpunuar me Ballukun për protesta kundër Veliajt. Pra, përballë një halli familjar të një deputeti dhe impotencës së një lideri që kërkon mercenar për misionin e tij opozitar, kjo e dyta është shumë më e rëndë. I pari nuk ka tradhtuar askënd duke kërkuar të zgjidh hallin e tij personal dhe s'ka ku ta zgjidh përveç se në qeveri. Kurse partneriteti që pranon Berisha për diversion politik është shumë herë më i rëndë dhe më i turpshëm. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë mos u nxitoni të sulmoni Agaliun për një kërkesë të rëndomtë. Merruni një herë me kryetarin e partisë suaj, i cili ka pranuar publikisht se ka bërë opozitë të financuar nga qeveria, dhe mos u çuditni pastaj kur t'u dalin kërkesa direkte për lek nga deputetët tuaj apo favore të tjera biznesi që mund t'ju bëjnë qesharak. Kur Berishës i u bën publike dosjet e klubit Partizani dhe historitë e pronave të vajzës së tij, me vila e apartamente të shtrenjta në 4 kryeqytetet e Evropës, ai kërkoi që mediat të ndalonin botimet dhe të mos i interpretonin ato. Tani që SPAK po bën të njëjtin teatër me Ballukun, është kthyer vetë Berisha në aktorin e parë që deformon dosjen, nxjerr gjëra nga konteksti dhe përpiqet të bëjë dhe prokurorin me ata që e tradhtuan dhe nuk u kthyen kurrë më në vathën e tij. Dhe me qëra fjala, ky proces është denoncuar në SPAK nga Lulzim Basha. E keni në fjalinë e parë, në krye të dosjes dhe jo nga Gazmend Bardhi. Keni rastin tani të fantazoni për bashkëpunimin Basha Rama edhe në këtë pikë.